Smige Selçuk ka lindur më 1 tetor në vitin 1975 në Ankara, Turqi. Gjatësia e saj është 1,72 cm dhe peshon 55 kg. Aktoria ka një motor më të madhe. Ajo u rrit në një shtëpi me kopësht. Pasionin për aktrimin e nisi që në moshë të re. Ajo filloi të dublonte që nga mosha 7 vjeçare në teatrot e radios, në TRT, në rubrikën e fëmijëve në vitin 1982. Ndërsa hapin e parë drejt aktrimit e bëri në serialin televiziv Ferhunde Hanimlar në vitin 1993, por ajo shkëlqeu dhe të roqi vëmendjen me personazhin Serpi që luajti në serialin Edhe pse jemi të ndarë, jemi bashkë. Aktoria është dashamirëse e kafshëve dhe e dashuruar me të gjithë degët e artit. Asaj i pëlqen njerëzit pozitiv, praktik dhe me humor, sepse vetëm me këta njerëz ajo mund të qesh. Por çfarë mendimi ka për dashurinë e një partneri aktoria? Në një intervistë ajo u shpreh: "Dashuria është e pakuptimt. Unë mendoj se dashuria është një entuziazëm i përkohshëm. Unë definitivisht nuk besoj në ekzistencën e dashurisë. Këto kohët e fundit, njerëzit zgjedhin për t'i dhënë energji partnerit për një farë kohe, ashtu siç zgjidhni një pije energjike nga tregu. Ajo që ka rëndësi është se çfarë i shtoni njëri tjetrit, duke qenë në të njëjtën frekuencë. Një burr me të cilin nuk mund të bisedoj apo të mësoj asgjë për orë të tëra, nuk do të më të riqte vëmendjen, edhe sikur të ishte burri më i bukur në botë. Sidomos pas një moshe, njeriu ka një model të qartë dhe nuk kalon asnjë minutë me një person që nuk i përshtatet atij modeli. Po ju çfarë mendimi keni? A ka të drejtë në gjykimin mbi dashurinë aktoria? Do të ishim shumë të lumtur të dimi mendimin tuaj në lidhje me këtë temë. Faleminderit që na ndiqni.